Parëndër të përvjetorit të krijimit të forcave të kufirit, ciklistët më të mirë të vendit zhvilluan një garë kombëtare ciklistike mbi itinerarin Tiranë-Shkodër-Durrës-Vlorë-Tiranë. Pas nisjes nga Tirana, ciklistët i drejtohen me shpejtësi Shkodrës, duke ecur për kilometra të tëra në grup. Laçin ciklistët e kalojnë pothuajse në grup njëri pas tjetrit. Kalohet edhe ura e matit. Ciklistët janë të freskët dhe mesatarja e ecjes është 45 deri 50 km/h. Ciklisti shkodran Muriqi shkëputet nga shokët dhe ecën përpara. Sa dëshirë ka ai që të futet i pari në qytetin e tij të lindjes. Fillon zbritja në qafën e planës. Ajo është shumë e vështirë, po në të njëjtën kohë e bukur. Megjithatë, ciklistët zbresin me guxim e shpejtësi. Në të hyrë të Shkodrës zhvillohet një luftë e fortë sportive për të kaluar vijën e mritjes. Del fitonjës ciklisti i 17 nëntorit Gazheli. Etapa e dytë e garës përfshin rrugën Shkodër-Durrës 124 km. Ritmi i garës është i ngadalshëm dhe lufta sportive siç duket është lënë për të bërë në qytet në metrat e fundit. Po, kështu njët, në Durrës vijën e mritjes e kalon i pari Berisha i Dinamos. Nga Durrësi, ciklistët nisen për të përshkuar etapën e tretë mbi rrugën që të shpije në Vlorë. Te kura e Rogozhinës shpejtësia është e kënaqshme. Ciklisti Fjerak Konini hyn i pari në qytetin e vet. Pas kalimit të urës së mifolit, ciklistët i drejtohen Vlorës. Është interesant fakti se edhe në këtë qytet vijën e mritjes e kalon i pari ciklisti Donjat Nuri, që përpiqet të arrijë rezultat sa më të mirë sportiv. Etapa e 4 dhe e fundit Vlorë-Tiranë 146 km e gjatë. Kjo është etapa vendimtare për klasifikimin e përgjithshëm. Lufta sportive fillon dhe ashpërsohet. Ciklisti shkodran Muriqi tregon vendosmëri përfitore dhe përpiqet që të arrijë i pari në kryeqytet. Në stadiumin kombëtar që mashtafat kryeqytetit të mbushur plot me sportdashës, Muriqi i arrin qëllimin. Ai hyn i pari në stadium dhe deklarohet edhe fituesi i garës.